Mjeku çudit botën, 3 lugë vaj ulliri trajtojnë këto 4 probleme. Ja kush duhet ta përdor menjëherë. Përfitimet shëndetësore të konsumit të vajit të ullirit janë fantastike për të gjithë organizmin. Jo më kot ai cilësohet si ilaçi i jetëgjatësisë. Në video tona do të mësoni recete natyrale mirëbërëse për organizmin dhe efektet përfitimeve kryesore që do të ofrojë për shëndetin tuaj konsumi i vajit të ullirit në veçantë. Kjo recetë fantastike ka të bëjë me konsumin e 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Dhe ndihmën që jep kjo jo vetëm për të patur një organizëm të fortë, por edhe për të parandaluar dhe trajtuar disa probleme të ndryshme shëndetësore. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të reduktojë problemet e tensionit të lartë. Falë përmbajtjes së lartë të polifenoleve të acidit oleik, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë. Ndaj, konsumi 3 lugë vaj ulliri në ditë ndihmojnë në parandalimin e hipertensionit. Vaji i ullirit ndihmon edhe sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin, duke ndihmuar aparatin tretës në mirë funksionin e tij. Ai shton përthithjen e kalciumit dhe të magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave të WebMed, vaji i ullirit është ndër produktet fantastike që ndihmon trupin në përthithjen më të mirë të kalciumit dhe niveleve më të mira të magnezit përmes ushqimit. Do të reduktojë gjithashtu problemet e zemrës dhe të kolesterolit të lartë, duke reduktuar edhe një sër komplikacionesh të tjera. Konsumi i 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe të forta në funksionet e tyre kryesore. Vaji i ullirit konsiderohet si një nga produktet më të mira ushqyese në parandalimin e problemeve të zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa përmirëson nivelin e pH-it në trup. Shtimi i vajit të ullirit do të parandalojë pllakjen dhe do të rinojë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Produktet e vajit të ullirit në industrinë e kozmetikës janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Si një antioksidant i fortë, vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e pllakjes, trajtimin e rrullave si dhe mbajtjen e një lëkure të freskët dhe më elastike. Nëse keni dyshim për vajin e ullirit që blini nëpër markete, zgjidhja më e mirë do të ishte të drejtoheni në fabrikat të prodhimit të vajit të ullirit. Aty mund të shikoni të gjithë procesin e prodhimit të tij dhe të mundoheni të zgjidhni vajin më cilësor. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Ai njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duke konsumuar çdo ditë një lugë vaj ulliri, do të merrni këto përfitime të rëndësishme. Përmirësoni dukjen e lëkurës. Vaji i ullirit është një produkt thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson gjithashtu shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit do të ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se vaji i ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve fantastik. Gjithashtu, ata ndihmuan edhe në një reduktim më të mirë të peshës së tyre. Ekspertët treguan se vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit dhe mund t'i japë rezultate fantastike për mbrojtjen e tij. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrna. Shtimi i vajit të ullirit në regjimin tuaj ushqimor mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të kockave dhe të parandalojë edhe komplikacionet e tyre. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti reumatoid.
Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit ndihmojnë në përmirësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe lehtësimin e dhimbjeve të mëngjesit. Ndaj shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vaji i ullirit do të reduktojë edhe inflamacionet në lëkurën tuaj. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup dhe nga ana tjetër ndihmon edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përmirësojë edhe shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë probleme me ulçrat. Dhe vaji i ullirit është provuar të jetë një lloj produkti natyral që do të parandalojë këto komplikacione dhe do të reduktojë gjithashtu inflamacionet e tilla. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Ndaj, përdorimi i tij në mënyrë të rregullt do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje efektive të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të zorrëve. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një nga produktet më të rëndësishme ushqyese në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes do të zgjojë shëndetin e organizmit, i dhuron trupit tuaj shumë energji ndërsa forcon sistemin imunitar. Është padyshim një nga dhuratat më të mira të natyrës dhe kjo është receta edhe me vajin e ullirit, pasi mund t'jap gjithashtu edhe rezultate të rëndësishme ushqyese. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme, por krahas kësaj vlerat që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë mirëbërëse për organizmin. Sipas të dhënave të Healthline, konsumi një lugë vaj ulliri në mëngjes ofron benefite të rëndësishme për organizmin në betejën kundër komplikacioneve dhe reduktimin e inflamacioneve ditore. Ekspertët thonë se shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të përmirësojë sistemin tuaj kardiovaskular, të lehtësojë komplikacionet dhe të japë gjithashtu rezultate të rëndësishme ushqyese për ju dhe për shëndetin tuaj. Një lugë gjethe vaj ulliri e shtuar çdo ditë në dietën tuaj do të ofrojë 120 kalori, 14 gram yndyrna dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrnave të vajit të ullirit janë mono të pangopura dhe 9% është poli e ngopur. 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidantin beta-karoten, çka do t'jap gjithashtu rezultate të rëndësishme për ushqyerjen edhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu ai përmban përbërës të mirë fenolik dhe mund të parandalojë problemet të shëndetit tuaj. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji i ullirit ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimet të ADN-s. Studimet tregojnë se, ndryshe nga vaji i mistrit, që rrit agresivitetin e qelizave të dëmshme, shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe reduktimin e inflamacioneve në organizëm. Shtimi i vajit të ullirit në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj do t'jap gjithashtu një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojë inflamacionet e tij. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të rëndësishme që trupi juaj duhet ta ketë pjesë përbërëse të dietave të tij. Ai mund të ofrojë gjithashtu një reduktim të inflamacioneve të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv kundër inflamimeve dhe reduktimin e problemeve të shëndetit. Vaji i ullirit është një produkt i cili mund t'i japë gjithashtu rezultate më të mira edhe kundër problemeve të kapslëkut. Ekspertët e cilësojnë se vaji i ullirit mund të ndihmojë në betejën kundër problemeve të tretjes dhe të reduktojë gjithashtu edhe inflamacionet. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri është një mundësi e shkëlqyer që mund të ndihmojë kundër problemeve të kapslëkut dhe të ndihmojë kundër problemeve të tretjes së dobët. Përdorimi i vajit të ullirit duhet të bëhet gjithmonë sipas këshillave të ekspertit.
Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.